16 dhjetor seancë dhe projekt buxheti vitit 2026 u miratua vetëm me votat e shumicës parlamentare. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 32 kundër, miratohet projekt ligji në parim. Buxheti kap shifrën 8.8 miliard euro. E u kalua së bashku me paketën fiskale dhe opozita e kundërshtoi, teksa dy deputetët socialistë Erion Brança dhe Vullnet Sina nuk morën pjesë në 3 projekt ligje të paketës fiskale, përkatësisht për sistemin e taksave vendore, por edhe në 2 projekt ligje për marrëveshjen e paqes fiskale. Seanca për miratimin e projekt buxhetit të vitit 2026, që zgjati 16 dhjetor, nisi ditën e mërkurë në orën 10 për të përfunduar në 3 të mëngjesit të sotëm, ndërsa pritet i nështrohet diskutimeve nen për nen, sipas procedurave të parashikuara. Pakica dhe shumica në sallë debatuan jo vetëm projekt buxhetin, por edhe paketën fiskale, ndërkohë që ministri i Financave Petrit Malaj, gjatë prezantimit, theksoi se shpenzimet për vitin e ardhshëm priten të rriten rreth 550 milion euro më shumë krahasuar me këtë vit dhe do të përdoren për sigurinë, si detyrimet në kuadër të NATO-s, shpenzimet shëndetësore, paga, skema të mbështetjes në familje në nevojë, pensione, arsim, punësim, bujqësi, transport rrugor e të tjerë.